Sara Kolami mbrëm ka festuar ditëlindjen e saj mes shumë miqve dhe kolegeve, duke sjellë një atmosferë festi nga më emocionuese. Nelin, në këtë festë të veçantë nuk mungoi as Driloni, i njohur për raportin e tij të ngushtë me Sarën gjatë kohës së tyre në Big Brother VIP Kosova, një realitet që ka mbushur ekranet e shqiptarëve me emocion dhe ngjarje të papritura. Nelin, nga pamjet e publikuara, dyshja shihen mjaft të lumtur pranë njëri tjetrit. Atmosfera e gëzueshme e festës ishte përmbushur me buzëqeshje, muzikë dhe shumë momente të tjera të veçanta që ndihmuan në krijimin e një nate magjike. Kujtojmë se Sara ishte finalistja e këtij reality show, një përvojë që e ndihmoi atë të fitojë zemrat e shumë adhuruesve. Nelin, ajo krijoi lidhje të forta me konkurrentët e tjerë, përfshirë Drilonin, i cili përfundoi si fitues i edicionit të tretë, një arritje që ka sjellë një nivel tjetër njohjeje dhe populariteti